Lajmi ekskluziv dhënë nga presidenti KF Vllaznia Alban Xhaferi për praninë e mbrojtësit Kuçeblu Elmandogjini në listën e grumbullimit të kombëtarës nga trajneri Silvinjo për ndeshjen me Polonin, mori vëmendjen kryesore në emisionin Studio Sport, transmetuar mbrëmjen e të mërkurës në RTS Shkodra. Jashtëzakonshëm lajmi, sidomos për Gjenin, i cili ka pasi sezon shumë të vështirë në vitin e kaluar në Kosovë. Pra edhe kjo tërheqjet Edi Martinit që e njifte mirë si lojtar sepse ka punu me te Durrësi. Edhe kjo ka qenë lëvizje inteligjente, lëvizje me mend, sepse Gjini ka me të vërtet ka pru stabilitet në mbrojtjen e Vllaznisë. Shumë i ashpër ishte edhe luftarat jashtëzakonshëm. Edhe ka cilësitë domethënë për me kanë lojtarë e ekipit kombëtar. Sigurisht që ka shumë punë me bë, por djalë i ri, djalë korrekt, djalë serioz. Një të përditshme është djali i urt, një djalë i skuqet kur flet. E kur e shet në fushë me atë grinjt, me atë shmit lart gare, mbushet zemra. Do me thani, i mirë me tanat mirat, i mirë në fushën e lojës, i mirë në jetën e përditshme dhe nga që na ka dhënë një lajm të jashtëzakonshëm. Një përzgjedhje e tillë në momentet e fundit, mendoj që është një stimul jashtëzakonisht pozitiv për gjithë ekipin e Vllaznisë. E mbi bazën e kësaj mendoj që mund të jetë edhe një mos mund të 85% 90% drejt fitores të Dinamo. Gjatë emisionit të komentua dhe barazimin në ndeshjen e fundit të Vllaznisë ndaj Ignatias në Superiore, pra ndeshja e javës së 29 me Dinamon, pjesëmarrja e atletit shkodran Franco Burrej në botrorin e Polonisë, si dhe konferenca shkencore nga receta tek lëvizja, organizuar nga Departamenti i Edukimit Fizik në Universitetin Luiç Gorakuqi i Shkodër.